Të dashur shqiptar, me kërkesën e ndjekësve të mi kam përgatitur enciklopedin ilire dhe sot do ta filloj me qytetin e Gjirokastrës. Këtë film e kam bërë më përpara, por kam shtuar gjëra të reja që janë zbuluar në sitin arkeologjik të Gjirokastrës. Të dashur shqiptar, Antigoneia është një qytet i ka nis në Epir. Qytetari i saj quhet Antigonensis. Ekziston gjithashtu një qytet në Arkadia, i quajtur më parë Mantineia, në helenisht. Një tjetër në Maqedoni, themeluar nga Antigoni Gonata i dytë. Një i katërt në Bithynia, pranë Daskolionit. Emra helen që të gjithë. Një i pestë në Siri, pranë Antiokis. Ekziston gjithashtu një kështjell në rajonin e Fyzikus, në një lartësi prej 50 stadesh nga deti perëndimor. Emri etnik është i njëjti, Antigoneia. Por çfarë është Antigoneia? Është një emër abstrakt në greqisht. Në greqisht, Antigoneia është një derivativ abstrakt, topografik, i formuar nga emri personal Antigoni. Shkruhet Antigone, por shqiptohet Antigoni në greqisht. Antigoni është një emër personal femëror, i përdorur në tragjedinë e Skilit dhe ka kuptimin të dalësh kundër familjes. Pa tragjedinë e Skilit ky emër nuk kuptohet. Është krijuar nga ndajfolja, anti, kundër, dhe gonos, lindje, ose pasardhës. Shkuptim ka emri Antigoni. Emri Antigoni do të thotë, a duhet të respektosh ligjet e familjes apo ligjet e shtetit? Një temë që ekziston akoma në Shqipërinë moderne të shekullit të 21 dhe do të vazhdoj përjet, sepse ekziston një konflikt midis interesave personale dhe interesave të bashkësisë të komunitetit. Prapashtesa e ija është prapashtese e emrave abstrakt dhe këtë e dim nga emri i Dibrës, Penesteia, që na e ka dhënë Aristoteli, do të thotë skllavëria. Penestai ishin Dibranët Penest, fisi më i madh i lirë. Tani, fragmenti që kemi është emri dinastik popullor në periudhën helenistike, Antigoni. Dhe është përdorur për themelimin e disa qyteteve për nder të antarëve të familjes sunduese Antigoni. Në librat e teksteve në shqip thuhet që ky emër është themeluar nga Piroja i Epirit, duke menduar që Piroja ishte shqiptar. Sipas Stefanusit të Bizantit, qyteti Maqedonas Antigoni dhe Antigoneia u themeluan nga Antigoni i dytë Gonata, generali Aleksandrit të Madh. Të tjerët në Siri, në Bithynia, u themeluan ose u emëruan për nder të mbretërve të ndryshëm ose antarëve të familjes me emrin Antigoni. Pra ishte një dinasti. Ky është një emër mashkullor i preardhur nga një tarënjë si Antigona ose Antigone. Pra, ndërsa Antigoneia rrjedh etimologjikisht nga një rënjë me kuptim si emër vendi, ajo funksionon si emër i përvetshëm, një etiketë abstrakte që tregon patronin ose themeluesin e qytetit. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, patroni ishte grek. Në tekstet më të fundër të botuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë thuhet kështu: Antigoneia u themelua si qytet për grupin fisnor të kaonëve nga Piro i Epirit, duke ja hequr mbaresën s greke. Ky nuk është emër shqiptar. Piros ka kuptimin flokë kuqi, flokë zjarti, nga fjala
Pyro i thonë zjarit në gjuhën greke. Ai emërtoi atë qytet sipas gruas së tij Antigoni, të familjes së Antigonëve. Vendodhja e saj e saktë u vërtetua me zbulimin e 14 disqeve prej bronzi me bishkrimin Antigoneon në Jermë, një kreshtë në jug perëndim të fshatit Saraqinisht. Jerma dominon grykën e lumit Drin, një rrugë kryesore nga veriu në Epirin qendror. Muret më të hershme të fortifikimit në Jermë datojnë nga fillimi i shekullit të 3 para Erson. Qyteti u shkatrua nga romakët në vitin 167 para Erson, por u rizotërua më vonë, siç shpjegohet nga një kishë hershme krishtere në vend. Ky vend i shenjtë për grekët është shpallur park arkeologjik, domethënë pronë greke dhe jo shqiptare, me miratimin e parlamentit dhe të qeverisë së parë të kryesuar nga Fatos Nano, që ishte me origjinë greke. Nano do thot xhuxh në gjuhën greke, pra ishte një minoritar, kryeministri i Shqipërisë. Tani, ky është versioni i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Është një version i rrem, duke dhënë përshtypjen që Antigoni është qytet i lirë. Pra, vetë shqiptarët e keq përdorin fjalën i lirë. Në helenisht kjo është Illyristi ose Illyria është vendi ynë dhe nuk ka lidhje me fjalën i lirë në shqip. Fjala i lirë është poazim nga greqishtja eleutheros, i lirë. Gjuha shqipe i shkurton fjalët greke dhe romake. Pra, Illyrios nuk ka lidhje fare me fjalën eleuthera. Absolutisht, por ka kuptimin së shtrembër në greqisht. Pra, versioni vërtet është ky që vjen. Antigonia është gjithashtu Antigonea dhe Antigoneia, një qytet i lashtë grek në Kaoni Epir, dhe qyteti kryesor i brendshëm i Kaonëve të lashtë. Ai ndodhet menjëherë në jug të fshatit Saraqinisht. Fshati Saraqinisht e merr emrin nga Saraqenët. Kërkojeni në internet kush ishin ata. Qarku i Gjirokastrës, Shqipëri. Zona shpallur park arkeologjik kombëtar. Antigoneia u ndërtua në një vendodhje strategjike në 600 metra mbi nivelin e detit, në një kodër gati të pamposhtur, duke parë vendbanimet në luginën e lumit Drinos, nga ku mund të kontrollonte shtigjet përmes maleve dhe drejt detit. Ajo themelua në shekullin e 3 para Erson, ndoshta nga Antigoni II Gonata, por më pas ndoshta nga Piroja i Epirit, thon shqiptarët. Ndërkohë që në fragmenti që u lexova unë në enciklopedinë e Bizantit, nuk përmendet emri i Pyros së Epirit, por ishte themelimi i Antigoni Gonatës, pra generalit Maqedon. Sipas shqiptarëve, Piroja emërtoi qytetin sipas emrit të njëris prej grave të tij Antigone, që ishte bija e Berenikës së parë dhe vajzës së motrës së Ptolemeut të Egjiptit. Ngushticat pranë Antigonis u përmenden në vitin 230 para Erson, kur një forcë yllyriste dhe jo ilire, nën komandën e Skerdilaidis, kaloi pranë qytetit për të bashkuar me një ushtri pushtuese më në jug, ilire gjithashtu ose yllyriste. Pra yllyristët ishin gjithashtu helen. Në vitin 198 para Erson, gjatë luftës së dytë maqedonase, romakët marshuan kundër ushtrive maqedonase të Filipit të Pestë.
Gjenerali i tij Athenagoras arriti të pushtojë një nga kalimet afër, duke u bazuar në faktin që romakët u ndaluan aty. Fillimisht romakët do të negocionin paqe, megjithatë disa barinj tradhtar i çuan romakët në një shteg tjetër, në mënyrë që të rrethonin dhe të shkatronin ushtrinë maqedonase prej 2000 burrash. Qyteti Antigonia kishte marrë anën e maqedonasve dhe kështu kur romakët dolën fitimtar mbi maqedonasit në vitin 167 para erës sonë, konsulli Aemilius Paulus urdhëroi që 70 qytete në Epir të digjeshin, duke përfshirë dhe Antigonean, e cila nuk u rindërtua kurrë dhe u gjet nga arkeologët grek në shekullin e 20. Qyteti Antigoneia përmendet nga autorët e lashtë si Polibi, Livi, Plini i Vjetër dhe Ptolemeu. Një kishë e zbuluar së fundi në dyshemet të së cilës ka një mozaik të Shën Kristoforidhit dhe një stem greke dëshmon ekzistencën e qytetit në periudhën paleokristiane paraslave. Megjithatë, kjo dukej që të ishte ndërtesa e fundit e ndërtuar në Antigoninë e lashtë, sepse kisha u shkatrua gjatë sulmeve slave në shekullin e 6 të erës sonë. Gjetjet si një sfinks bronzi dhe një statuje Poseidonit janë ekspozuar në Tiranë, duke menduar që këto janë gjetje ilire, janë të gjitha greke. Ka pasur gjithashtu dëshmi të qeramikës së gjetur në të gjithë qytetin që dëshmojnë për madhësinë e tij në majën e zhvillimit. Qyteti i lashtë u identifikua dhe u gërmua nga arkeologu minoritar Dhimosten Budina. Kohët e fundit, një ekip arkeologësh shqiptaro-grek ka punuar në atë vend. Është grek, ne themi shqiptaro-grek. Tipari më mbreslënës i qytetit janë muret e tij të shembura nga romakët, të cilat rrethonin plotësisht kodrën. Fundi jugor i qytetit ka pjesën më të ruajtur mirë të mureve të qytetit. Seksioni i murit përfundon në kishën e vogël të hershme kristiane të formës trikonike, dyshemeja mozaike së cilës është e dekoruar me një përshkrim të një ilustrimi të çuditshëm të një njeriu me kokë kafshë ose kokë qeni që ngjan perëndisë egjiptiane Anubis ose Shën Kristoforidhit. Në kodrën qendrore, qendra e qytetit u ndërtua sipas një plani ortogonal, ku është ekspozuar një rrugë lashtë dhe e plotë. Akropoli është në kodrën veriore. Pra, çdo gjë që i përket këtij qyteti është greke. Nuk janë vetëm bishkrimet. Personazhet historik, ndërtuesit e qytetit janë greke. Pra, përfundimisht, të dashur shqiptar, kjo është enciklopedia e saktë e qytetit të Gjirokastrës dhe kjo është enciklopedia e tillë e çdo qyteti të gjetur në Illyria, Epiri, quani si doni ju. Nuk ka rëndësi se si do ta quani këtë territor, këtë shprehje gjeografike, por këtu nuk ka absolutisht asgjë shqiptare. Pra, që të gjitha janë gënjeshtra. Nga fillimi në fund. Akademia e Shkencave të Shqipërisë ka funksionuar që me krimin e saj dhe deri më sot si një grup i strukturuar kriminal, ku arkeologët për të marrë fonde, dieta, udhëtime jashtë shtetit, gënjejnë shqiptarët, ju thonë atyre që këto janë qytete illyre, kur të gjitha këto janë greke, përfshi dhe qytetet të gjetura në Kroaci, në Serbi, në Kosovë, Maltëzi, në Çamëri dhe në Maqedoni. Janë absolutisht që të gjitha greke. Merrni frymthell, shkoni pini një kafe, dili në Facebook, nxirrni ndonjë film të qelbur në TikTok, kjo është jeta juaj. Prandaj grekët në na quanin vemje, breuki. Kemi qenë vemje dhe vemje do mbesim. Dhe unë jam krenar që jam shqiptar, sepse unë arrita ta kuptoj një gjë të tillë. Jam shqiptar i parë në botë që e ka kuptuar
që gjithë historia e Shqipërisë është një gënjeshtër. Vazhdoni ta besoni puna juaj, unë nuk e besoj. Unë po ju shfaq enciklopedin i lyre pëllazgë të plot. Ju falenderit dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.